Në një atmosferë festive dhe tepër emocionuese, shoqata e detarisë shqiptare në Tiranë organizoi një ceremoni të veçantë në nder të 88 dhe 86 vjetorit të dy zotërinjve, Sotir Nakos dhe Tasim Meçe, dy emra të njohur dhe të respektuar ndër breza për kontributin e tyre të gjatë në marinën shqiptare. Mes kolegëve të vjetër, miqve, familjarëve dhe përfaqësuesve të komunitetit të detarisë, kjo ditë u kthye në një vlerësim për jetën dhe veprën e këtyre njerëzve që u akushtuan dekada të tëra shërbimit në det. Por para se t'ju njohim me organizimin mjaft të hishëm dhe të merituar, le të prezantojmë dy personazhe tan kryesor. Sotir Nako, një prej kuadrove që mishëroi më së miri figurën e detarit të përkushtuar, të disiplinuar dhe të ndershëm. Për shumë vite ai shërbeu në marinë me përgjegjësi të lartë, duke e përballuar sfida dhe sakrificat që kërkon jeta në det. Por si e nisi ai karrierën e gjatë në këtë profesion? Është lindur në Limar të Përmetit në 4 maj 1938. Në shkollën mese vata në gjeologji unë, Tiranë. Aty më pëlqeu. Në vitet e para të forcimit të flotës detare shqiptare, kur Shqipëria po ndërtonte strukturat moderne të marinës ushtarake, një grup të rinj u përzgjodhen për të specializuar jashtë vendit në degët më të rëndësishme të detarisë. Mes tyre ishte dhe Sotir Nako, një djalë i ri me rezultate të shkëlqyera, i cili u dërgua për studime në Bashkimin Sovjetik në fushën elitare të nëndetëseve. Mora një valiqe druri, edhe shkova në Politikun Shtatë Dori, nuk njifja as edhe njeri, Tiranë s'kesha qenë ndonjëherë, ka qenë vit 1953, bursën e kisha marrë në Kulcyrë. Më caktuan gjithë dhomë, janë 100 veta kem gjithsejnë, me 2 krevat, unë ngritëm në mëngjes, na vun një tavolin 16 vëndçe, na prun një çaj, dikush hengri, dikush nuk hengri, pastaj vazhdova, marrova shkollën e mesme atje. Më thanë që të ka ardhur një fletë thirrje nga dega e brendshme të shkosh në degë të brendshme në Tiranë. U merakose? U merakosa këtë drejtë. Se ne nuk na merrnin, 3 vjet nuk na merrnin. Se kishte nevojë. Pajta atje më thanë që të ka dalë një bursë në Bashkimin Sovjetik për marinë. Ti nuk fute mik, vetëm direkt të thirrën. Nuk di kush ma ka bërë atë miqësi, nuk e di unë. Edhe sot nuk e di se kush e ka bërë? Nuk e di, kam kërkuar, nuk e di. Pyeta profesorin tim, edhe i thash po kështu, se ishte pedagogëri, profesor Starova, edhe më thash, unë jam, tani kam dale, po të më dali emri mua, tha, unë do vete dhe unë bashkë, sikur se sa gjithë vete më tha mua. Kishe dëgjuar ti për Bashkimin Sovjetik? Kishe dëgjuar shumë për Bashkimin Sovjetik. Nuk u gëzove? Në fillim nuk u gëzove, se unë doja të vazhdoja të mirja në i lek për familje, në kupton. Në atë periudhë studimi për nëndetëset konsideroi një nga specializimet më të vështira dhe më prestigjioze të marinës ushtarake. Përzgjedhja e kuadrove që do trajnoheshin në këtë drejtim bëhej me kujdes të madh, pasi kërkoheshin aftësi teknike, disiplinë e hekur dhe përgjegjësi e lartë profesionale. Sotir Nako ishte ndër ata të rinj që fitoi besimin e drejtuesve ushtarak për të përfaqësuar Shqipërinë në Akademinë Detare Sovjetike. Veshën atje neve, në shkollën e bashkuar, na mbajtën ja 3-4 ditë, na bërë vizitat, bëm vizitat atje, dual mirë, se ka fshati neve, hanim bukmisri neve, ka fshati, ishim gjithë nga veshët e nga hundët, edhe të nesmen na muar me datën 27 dhjetor të 57-ës, na shpun në Durrës, me vaporin Bielovostrov, ishim 139 veta, nga këta, 100 veta ishin marinare që to virin në Sevastopol, dhe 30 veta ishim neve, do më të në caj bja tja të tjerët të virin, gjysma të virin në Riga, të Lituanis, kurse gjysma në Sevastopol, kuadrë. Rinë vetëm brenda, ka bi, nuk në lejon të njeri, sepse ishe sekret kjo punë. Në portin e Pires, që ndajtë në Pire, na kyqën brenda, e kupton? Erdha të kontrolorët edhe gjora haprinderën e këshim nga brenda, e këshim bjullë. Nuk ka gjë këtu, nuk ka gjë këtu. Ata këshim dhe në leke, këshim kështu se dinin ata gjatë. Edhe nuk pam gjefare në vej. Prandaj vajtëm në Odesë, Sokrat Platka ishte diplomat dhe punonte në ambasadën
ruse. Për shqiptarët, në ambasadën tonë, në Moskë. E për cilë vëllana i, edhe i thot vëllajt që zëri Amerikës dha lajmin sot i tha, që u nisë kuadrët e para të nëndeseve nga Shqipëria për në Bashkimin Sovjetik. Aman mos i thua njeriut. Dakor i tha, ne atere muan veç që do vinim në ndese, nuk e dini. Në trene për të vajtur në Riga, na thot ai, në thot mua sotir, thot, vëllai këtia, thot, them një gjë, çaj tash. Po tha vëllai, tha që zëri Amerikës ka dhënë këtë lajm, tha. Aman mos i thua njeriu. 2-3 vjet si thash njeriu unë, se kishin frikë, kupton. Vajtëm atje, na priti Riga të Lituanisë, në Riga. Në Riga të Lituanisë, po. Na priti profesorët, na futën brenda. Të ishin një 4-5 veta ishin me valiqe druri, po të rënda shumë, kurse të tjerët ishin me boqe, nuk boqe, i thonë boqe, bëshin një robat. Ne s'kishim në i gjatë, ne s'kishim as robat, ato që kishim valiqet. Edhe në bëri përshtypje se qeshin ata kursantët rusë, qikon ato valiqet tona dhe... Nesme një themin e lutem shumë pedagog, do vemi në supermarket të marim valiqe të mira, dhe vajtë mori një furgon në dhe muar valiqe për 21 vetë që ishim neve. Unë vajta unë, vajtë asë të plaka, ishim ja 4 veta, edhe për pedagogu. Muar valiqet, i thamë ne këto valiqe që dham, jedhë një poshtë se në zduam asgje, unë vetë në furqë, një dy këmisha, kisha një palara bile, edhe një dy furqa dhemë, një furqë dhemë, i koordinot. Tha, po s'kemi gjene fare, i thamë, i vadë, na veshën, na njeshën, na dhanë uniformën. Jeta e studentëve shqiptarë në Bashkimin Sovjetik nuk ishte e lehtë. Larg familjes dhe dheut, ata përballeshin me ritme intensive studimi dhe shërbime ushtarake. Në auditore dhe bazë detare, Sotir Nako mësoi nga afër teknologjinë moderne të nëndeceve, funksionimin e sistemeve të navigimit, komunikimit dhe drejtimit të mjeteve nënujore, duke fituar njohuri të avancuara për kohën. Para 2 vjetë atje, ne mësuam për detin, me regullat e detit, mësuam astronomi detare, lundrim detar, mjetet teknike të lundrimit, i mësuam këto. Pastaj, në 59-ën u transferuam në Leningrad. Në Leningrad ishte shkolla një qik më e mirë se sa kjo, që ishte kjo u mbyll fare. Se ashtu e bëri organizimi rusi, vajtëm atje, edhe atje vazhduam, edhe 2 vjet atje, 2 vjet e gjysmë bile, dhe në 61-shin u kthyem në Shqipëri, si gjithë të tjerët. Na caktuan në Pashaliman në Nëndece. Sa ke punuar atje? Unë ka punuar 9 vjetë në Nëndece. Komandant ka pat Skënder Doçin. Çfarë pozicioni ke pasur? Unë kam qenë navigator i Nëndeces 2. Sa Nëndece kishte aty? 4. 4, Unë isha në Nëndecën e 2. Këto Nëndece i kemi marrë nga Bashkimi Sovjetik. I ka blerë shteti shqiptar apo janë dhuruar? Jo më i dhuroj, kishim lekë. Po kishim lekë për të blerë. Në fundin e viteve 50, Shqipëria kishte nisur të ndërtonte një flotë moderne detare me ndihmën e specialistëve sovjetik. Në këtë klim bashkëpunimi edhe Sotir Nako mori njohuritë dhe eksperiencën që më pas do t'i shërbenin marinës shqiptare. Por situata politike ndryshoi shpejt. Mospajtimet ideologjike mes udhëheqjes shqiptare dhe asaj sovjetike u thelluan vit pas viti, derisa marrëdhëniet mes dy vendeve u përkeqësuan ndjeshëm. Kulmi arriti në fillimin e viteve 60, kur bashkëpunimi ushtarak u ndërprer dhe specialistët sovjetik u larguan nga Shqipëria. Por si e përjetuan situatën studentët shqiptarë në Bashkimin Sovjetik? Neve atje na mbyllën, na izoluan në dhomat ku flinim. Viti ka qenë 61. Na erdhi një atashe ushtarak Ramohitua edhe na tha
unë do iki, tha, se e kishim bërë të padëshërushëm atë, po kujdesot se mos u shpjen nga Siberia në një gjë kështu, po kujdesot kur të nisi dhe të vini në Odessa të nisi, nga Odessa. E bëm ta marrëzira në atje, Enver Hoxha, ato si që kishim, ngritën flamurin shqiptare, bëm ta dhe ne ta. Në mbrojtje të shtetit shqiptar, të ati sistemi që ishte, po. Po, nuk ashtu i që mësuan një tani. U krijuan konflikte? Pak fare. Pak se nuk na lejuan pedagogët. Nuk i lejuan ata. Pak fare. Ju e mësuat arsyen çfarë kishte ndodhur? Kishit informacion? Po. Ju kishin sqaruar? Kishim informacion të saktë dhe do prishim marrëdhënie, do kthehemi në datën kaq, na i dhanë të gjitha ato. Kjo periull pati ndikim të madh edhe në flotën detare shqiptare. Oficerët dhe specialistët që kishin studiuar në Bashkimin Sovjetik u gjendën përballë sfidave të reja, pasi duhej të vazhdonin funksionimin e mjeteve dhe sistemeve ushtarake pa mbështetjen teknike sovjetike. Për njerëz si Sotir Nako, kjo kërkonte jo vetëm profesionalizëm, por edhe përkushtim të jashtëzakonshëm për të mbajtur në funksion strukturat e marinës shqiptare. Një nga momentet më të njohura të asaj kohe ishte edhe përplasja për bazën e Pashalimanit dhe flotën e nëndeceve. Bashkimi Sovjetik kërkonte kontrollin mbi mjetet detare, ndërsa pallat shqiptare këmbgulte që ato i përkisin Shqipërisë. Situata krijoi tensione të forta politike dhe ushtarake, të cilat mbetën gjatë në kujtesën e marinarëve shqiptar të asaj periudhe. Për Sotir Nakon, Tasim Meçen dhe kolegët e tyre, ato vite mbetën një provë e vështirë, profesionale dhe njerëzore. Ata vazhduan të shërbenin në marinë në kushte të reja, duke u mbështetur tek përvoja dhe njohuritë e fituara gjatë studimeve jashtë vendit. Brezi i tyre konsiderohet edhe sot si një ndër brezat më të përgatitur dhe më të sakrificës në historinë e detarisë shqiptare. Në korrik të vitit 1961, Sotir Nako u emërua navigator në Pashaliman, ku qëndroi deri në vitin 1969. Në 69 u transferova në shkollën e marinës, pedagog, jepja astronomin detare, mjetet teknike të lundrimit, 4 vjet në shkollë. Pastaj në 74-ën u transferova në Shëngjin. Po, shefi i lundrimit të bazës. Se ishte bazë. Prej andeja, dajta 15 vjet. Në 1988 u transferova në flotë, shefi i lundrimit të flotës. Në 92 dua në pension. Ç'mendim ke për filmin Ballë për Ballë? Është i vërtet apo jo? Ajo ishte situata? Po. Ajo, pra filmi bazohet në realitet. Po si, nga ato vetëm jeshtë. Një nëndece është, të tjera të shkrim. Pra, sot aktualisht vetëm një funksionon të gjitha ato? Vetëm një nëndece, po ajo nuk punon. Ku janë produkto nëndece në Bashkimin Sovjetik? Shiko tani, ato janë projekti jashtë gjerman, se e zonë rusët një manier, dhe janë prodhuar në Rusi në 45-ën. Po ishim moderne. Pa probleme, pa defekte? Jo. Edhe kushtet i kishim shumë të mira. Po, te shëndeti ka ndikuar se gjithmonë në barkun e detit, te shëndeti ka ndikuar kjo lloj pune? Kush jo, për shëndetin? Mua jo. Mundet nga veshët, po dhe nga mosha, se unë jam shumë i moshuar, po mua nuk po ka shumë. Pensionin si e ke kaluar, përgjithsisht mirë? Mirë, në pension e kam të mirë. Po, sa fëmijë ke? Kam 2 djem. Me jetë, ku janë ata? Në Itali, punojnë në Itali, ka një bises të tyre, po njeri më duke do të marrën këtu të vise u plakëm edhe... Dhe ke nevojë. Sa një pambesa ke? Kam vetëm 3 nipre. Mbes akoma? Jo, s'kam. Uroj që ta kesh. Faleminderit. Një mesazh për gjithë ata të rinj që duan vetëm punë zyre. Kupton? Jo, e kam pak frikë profesionin e ushtrisë. Çfarë do t'i sugjeroj? Unë marinës. E pare punë njerë që duhet ta kenë me qejf. Po, të ta kenë me dëshirë. Edhe kur të venë atje që të venë me dëshirë, të punojnë, vetëm të punojnë, vetëm të shikojnë, për shumë, jo, ka zanate të tjera, ka më të mira, në kjo se aji do të ka vendosë që të vej për marinë, të vej në marinë, edhe të punojnë.
Në gusht të vitit 1969 deri 1974, punoi si pedagog në shkollën e Marinës Vlorë, ku jepte lëndët mjete teknike të lundrimit dhe astronomin detare. Në gusht të vitit 1974 u transferua në bazën ushtarake detare si shef lundrimi në Shëngjin deri në vitin 1988 dhe më pas deri 1992 shefi lundrimit në flotën detare Tiranë. Gjatë karrierës së tij është vlerësuar me një sër medaljesh. Je penduar që bëre një zgjedhje tillë të profesionit? Jo. Të ka pëlqyer si profesion, pavarësisht vështirësive e transferimeve. Jo, rrita me tene. Nuk. Ja ke sugjeruar ndonjë pasardhësi, ndonjë nipi ndese këtë rrugë? Unë kesha dy. Po, me detin janë marrë ata njeri, po jo për ushtrin. Po me detin është marrë një, të dy janë marrë me detin, po ta si s'kan lidhje fare me detin. Po, ç'mendim ke për marinën sot, marinën shqiptare? Marina shqiptare është modernizuar, por nuk është si kemi qenë neve, kemi qenë më të, po ne ishim gjithatatës, ishim shumë, ishim 4 ndece, ishim gjojca detar, kishim rreth 100, afërsi 100 katra selurus, kishim gjojca detar, kishim dragamina, kishim tani, kaja 4-5 se. Edhe pse do kishim dashur shumë që ta intervistonim drejt për së drejti, gjë që nuk arritëm për shkak se zoti Tasi Meçe, për arsye familjare, nuk arriti të ishte prezent, gjë që mbetet për ta bërë në një reportazh të radhës, ne do të sillim shkurtimisht edhe disa të dhëna për jetën e tij. Vendlindja Rusan Delvin është lindur më 10 maj 1940. Ai vjen nga një familje fshatarësh të mesëm, përkrahës të luftës nacional çlirimtare. Shkollën fillore dhe 7 vjeçare e mbaroi në Delvin. Mes viteve 1954-58 kreu edhe shkollën ushtarake Skënderbej në Tiranë. Në gusht të vitit 1968 u dërguar për ndjekjen e studimeve në Ish-Bashkimin Sovjetik në shkollën e detarisë. Në fillim në Baku, Azerbajxhan, për mbiujs. Pas 6 muajve transferohet në Riga, Letoni. Me ardhin e nëndecës në shtator të vitit 1958 në Pashaliman, kërkoheshin kuadro për në Nujsa dhe me 10 shok u transferua në shkollën e Nujsave atje. Sërish, pas 6 muajve transferohet në shkollën lartë në Nujsave në Leningrad. Me prishjen e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, më 22 maj 1962 kthehet në Adhe duke përfunduar vitin e 3 të studimeve. Me hapjen e shkollës së Marinës në Pashaliman në 4 shtator 1961, filloi vitin e 4 të fundit duke përfunduar studimet e larta në korrik të vitit 1962 me rezultate shumë të mira dhe duke u titulluar oficer me gradën toger. Emërimet do të nisin fillimisht si zëvendës navigator në nëndecën 4, më pas zëvendës komandant në nëndece dhe mes viteve 1969-74 komandanti nëndecës 4. Me rritje në karrierë, mes viteve 1974-75, Tasi Meçe kreu detyrën e shefit të shtabit për brigadën e nëndecave. Në vitin 1975, emërohet komandanti brigadës ushtarake detare Vlorë. Janari vitit 1976 e gjetit bashkuar në grupin operativ të ishullit të Sazanit, ku Meçe emërohet zëvendës komandanti grupimit për marinën. Në 1 shtator 1976 dhe deri në vitin 78, vazhdoi studimet në Akademinë e Shtabit të Përgjithshëm. Me përfundimin e akademisë, emërohet komandant i grupit operativ të ishullit të Sazanit deri në vitin 1983, kur u shpërbë grupimi dhe Tasi Meçe kaloi përsëri në detyrën e komandantit të brigadës ushtarake detare Vlorë deri në vitin 1988. Mes viteve 1989-91, shef operativ i flotës detare. Më 28 maj 1992 doli në lirim. Nuk qëndroi pa angazhime as në periudhën e pensionit, duke punuar punë të ndryshme. Dhe ja ku jemi në festimin e 2 ditëlindjeve për figurat e shquara, Sotinako dhe Tasi Meçe, ku në mënyrë të përmbledhur ne do t'japim disa momente të bukura të organizimit.
Ju falenderojmë për mirëseardhjen në këtë ceremoni festive të ditëlindjes së 2 veteranëve të flotës Tasim Meçe dhe Sotir Nako. Paqim të mira e gëzime e datëlindje gjithmonë. Atyre urojmë edhe 100 vite të tjera të lumtura. Në traditën e shoqatës drejtaria shqiptare është kjo që ne mblidhemi edhe jemi jo vetëm si një shoqat, po si një familje e madhe. Edhe njerë ju falemderit, edhe fjallën ja lë kryetarit shoqatës drejtaria shqiptare, Zotit Bujar Shtylla. U falenderojmë për pjesëmarrje. Adashi im Bujari e tha shkakun pse jemi mbledhur atje. Dhe neve kemi një traditë që duam të vazhdojmë edhe më tej në aktivitetet të tilla për datëlindje. Dhe sot sebepçi janë Tasim Meçja dhe Sotir Nako. Tasim Meçja për një arsye personale nuk mundi, edhe neve na u duk bindse ajo munges, edhe do mundohemi ta korrigjojmë në një datë tjetër më të afërt. Sotiri duroj dhe ky ca ditë se ky e kishte datën 4, ne ja shtym. I tham ti datën 4 në datën 10, dakord, në datën 10. Edhe Sotiri. Për të dy kam konsiderata të veçanta në krahasim me ju tjerë. Për komandant Tasimin është i pari komandant që unë kam filluar karierën në Ndece. Kur vajta unë Ndece në 4, atje Tasimi ishte komandant dhe edhe ruaj relata kështu dhe individuale më mrapa në gjitha funksionet që e ka patur. Edhe Zoti Sotir është nga ata të nënujësit e parë që krijuan flotën shqiptare të nënujësave dhe e ka filluar karrierën e tij si shturman në Ndecën e 2. Sot po lexoj, shikonja dhe njëra ato shkrimet e Fari Peronës. Edhe unë thash të menja në gjeta thosha, po më mirë se që kishtë ai nuk e them dot. Të dy juve tragëzoni ditëlindjen, Zoti Sotir do thënë ka qenë dashamirës tërkohën, në ato funksionet ka kryer atje në komandë e flotës e gjitha, edhe më mbrapa, do thënë si përmetar u tregua dhe kështu me ta lej në një fushë tjetër. U bëve tregtar. Të dyve urojmë jetë të gjatë edhe gjithë të mira. Në fjalët përshëndetse gjatë aktivitetit, përfaqësues të shoqatës së drejtarisë shqiptare përfaqësuan jo vetëm kontributin profesional të Sotir Nakos dhe Tasim Meçes, por edhe karakterin e tyre njerëzor. Të pranishmit theksuan se ata kanë qenë gjithmonë një shembull frymëzimi për brezat e rinj të marinarëve, duke sjellë përvojë, urtësi dhe dashuri për profesionin. Sipas pjesëmarrësve, emri i tyre mbetet i lidhur ngushtë me historinë e drejtarisë shqiptare dhe me vlerat më të mira të këtij komuniteti. Unë do doja së pari t'ju përshëndes të gjithëve me rastin e ditëlindjes së komandant Tasimit dhe pedagog Sotir Nakos, flas se siç i kam pasur unë në këtë pikë. Së pari një herë do të thoja domosdoshmë që duhet të mblidhemi më shpesh, sinqerisht, të mos presim sa të dalim në shtyllë. Se kur dalim në shtyllë, për shembull, themi gjithë fjalë të mira. Unë do të doja mos më vini kur të dal në shtyllë, po hajdeni kur jeni gjallë. Për komandant Tasimin mund të flas shumë për arsye se kemi jetuar së bashku në ishën e Sazanit. Një oficer, do të thosha unë, model. I rrallë, do të thosha në historinë e flotës në këndvështrimin tim. Si komandant i ishullit edhe si komandant i flotës. Vlerat veçanta në komunikim, vlerat të veçanta në përkushtëmëri, vlerat të veçanta do të thosha dhe në atë aspektin e sakrificës.
Me këtë rast doja të përshëndesja dhe zonjën e tasimit, Natashën, me këtë rast dhe zonjat tona që kanë shërbyer në Ishën e Sazanit, janë me të vërtet heroina, pa to nuk do ishim ne që jemi sot. Unë flasë për veten time, bujari të flasi për veten e tia. Agimi që si ishte beqar, domethënë nuk lejohet të flasi. Ju urojmë komandant tasimit gjithë të mirat, përshëndes dhe në emër të atia. Edhe faleminderit. Për pedagog Sotir Nakon, e kam njohur pedagog në Akademinë e Marinës. Vlerat e Akademisë Marinës të gjithë ne i dim, një akademi e jashtëzakonshme do të thosha unë sot. Jo pse kemi bërë ne ata akademi, po një akademi që konkurroi denjësisht, do të thosha gjatë gjithë këtyre 50 vjetëve, atë 60 vjetë sa u bën. Dhe mase do të thosha që duke qenë akademia që na ka bashkuar dhe na ka shoqëruar jetën e flotës luftarake, flotës tregtare, flotës peshkimit, unë mendoj që jemi deri në vitin 92 kemi qenë rekord Guinness, se nuk kemi patur asnjë mbytyje anije, nuk kemi patur asnjë aksident kombëtar dhe ndërkombëtar, jo që tregon vlerat e akademisë. Me këtë rast do ta përshëndes pedagogun tim dhe anëtarën e shtabit të flotës, Sotirin, t'ju urojmë jetë gjatë, lumturin familje, dhe në së fundi ju përshëndes të gjithëve, gjysh, stërgjysh, si jemi më të mirët në botë. Mendoj që të flasim shpesh për veten tonë, se po nuk folëm ne do na shkruajnë historinë qorrat. Dhe pastaj niprit dhe mbesa tonë do thotë, po ai gjyshi s'pas ka qenë gjë, por çka ka? Se do lexojnë gazetaj. Gjithë të mirat dhe miru takoshim gjithmonë për të mira. Gëzuar. Në këtë ceremoni që zhvillojmë sot, është kënaqësi e veçantë që të marrë pjesë edhe komandanti i Forcës Zdetare, kundër admiral Arsen Mullaj. Njëkohësisht edhe përfaqësuesi, kryetari i shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, nga cilët kemi dalë ne të gjithë, avokat Adem Ajdini. Sipas mundësive, besoj do bëjna një përshëndetje. Për mua, në rolin e komandantit Forcës Zdetare, është një kënaqësi e veçantë që të jem sot jo vetëm do t'i quaj antar shoqatës Zdetaria, por kolegët e mi, komandant, të gjithë që kanë një kontribut të vyer në ratë e Forcës Zdetare me vite të tëra, unë sot në detyrën e komandantit Forcës Zdetare dëshiroj nga zemra që të uroj në ratë parë komandant tasimit edhe në 100 vite të lumtura, Zoti e bekop me shëndet, vetë dhe familjen e tij, po kështu edhe profesor pedagog, do të themi me që dhe komandanti tha pedagog, unë nuk kam pat fatin që të punoj së bashku, por para sa kam dëgjuar, do me thënë, gëzoj me respektin maksimal dhe profesor Sotiri, edhe ti në 100 vite të lumtura, Zotit bekop me shëndet, ty dhe familjen tënde, me të vërtet këto aktivitetet fakt na kanë munguar, ndoshta edhe unë si komandant i ri do thëmë detyrë 3 muaj, ndoshta kërkoj ndjes që aktivitetet tilla ne duhet të organizojmë më shumë, ndoshta mbie përgjegjësia mua ta në detyrën e komandantit Forcës Zdetare që pse jo, sot po krijojmë disa ambiente po krijojmë disa ambiente të mira aty te komanda që mos të mblidhemi më në këmbë aty me një sallë të bukur, kështu që ndoshta në ditët e ardhshme, në muajt e ardhshëm do të zhvillojmë ndoshta edhe disa aktivitete të tjera që pse jo mos promovojmë vlerat më të mira, qoftë njerëzit që kanë shkruar atë që me të drejtë komandanti tha, historinë ta shkruajnë vetë, mos ta shkruajnë të tjerët. Dhe sot kemi plot njerëz që në radhët tona apo që janë sot në pension dhe që kanë shkruar gjëra shumë të bukura, qoftë dhe libra, të cilët ne në një moment të caktuar është mirë që të gjithë mblidhemi dhe ti promovojmë këto vlera që i kemi në radhët tona. Kështu që s'dua të zgjatem, po edhe një herë shëndetet mira të kini, edhe Zoti ju të bekoj me shëndet, ju dhe familjet tuaja, gëzuar të gjithëve dhe faleminderit të gjithë që jeni prezent. Zonja dhe zotëri, të dashur marinar, antarë të shoqatës Zdetaria, i nderuari kon admiral, komandanti i forcave detare Arsen Mullaj, i nderuari general Beja, i nderuari kryetari shoqatës Zdetaria, i nderuari Zoti Ubrej Hasani, kryetar ndej shoqatës Skënderbej në Amerikë, dhe nën kryetar i shoqatës Zdetaria, kryetar i shoqatës Degës Tiranë. Për
mua është që nderë dhe respekti madh që jam pranë një shoqate e cila mbi gjitha në qendër ka njeriu, ditëlindjen e tij. Dhe më lejoni të rast të uroj gëzuar ditëlindjen profesorit dhe komandantit Tasim Meçi. Është një ditëlindje e veçantë të mbushësh 90 vjeç. Nuk është pak, ju, si pësova, ke një karierë jashtëzakonshme, por dhe një karierë në një gjatësi, të rojnë bërë është 100 vjeç, edhe ta kalosh. Me këtë rast, ju, si kryetari shoqatës Shkolla Ushtarake Skënderbej, ne jemi marrë me lëvizjen Skënderbegasi për të kthyer epokën skënderbegiane. Një lëvizje që padyshim do të gjejmë mbështetjen edhe të shoqatës detarie, e cila është një nga shoqatat më të mira që kemi ne në shoqatët e ushtarakëve. Ata merren me njëri tjetrin, respektojnë njëri tjetrin si në rastin e një ditëlindje të sotme, por nuk merren me të tjerët. Gëzuar ditëlindja o bofshit 100 vjeç të dy. Gëzuar. Festimi këtyre momenteve nuk është vetëm thjesht dy ditëlindje, por një moment të respekti dhe mirënjohje për një brez njerëzish që punuar me përkushtim për marinën shqiptare. Puna më e mirë që bën shoqata jonë e Tiranës, mendoj unë është kjo që na mbledh herë mbas here të takohemi dhe të festojmë së bashku ditët tona më të mira. Sot jemi mbledhur për të festuar ditëlindjen e komandant Tasimit dhe komandant Sotirit. Unë komandanta do u them se ashtu i kam patur të dy. Me të dy komandantët Tasim dhe Sotirin jam njohur që në vitet 59-60, që kur erdhen oficera shumë të rinj që mbaruan Akademinë e Marinës, një pjesë në Rusi, në asaj kohë me Bashkimin Sovjetik, dhe një pjesë në Pashaliman. Shoqëria jonë me të dy komandantët e sforcuar në thellësitë e detit Adriatik dhe detit Jon, duke lundruar së bashku dhe duke thithur ajrin e njëri tjetrit. Dhe në nëndet se kemi thithur më shumë gaz karbonik se sa oksigjen. E sforcuar dhe ka litur në Karaburun, që s'kishte gjë tjetër veç se shkurre dhe mishkonja. Dhe mëtej, kur u bëm familjar në qytetin e Orikumit, ishim në të njëjtën kohë dhe komshin. Të dy komandantët, dhe Tasimi dhe Sotiri, për mendimin tim, ndoshta edhe të gjithë shokëve tonë, kanë qenë nga oficerat më të devotshëm, më të mirë. Dhe jo vetëm në Pashaliman, po duke mësuar e duke studiuar, të dy komandantët i rritën dhe i ngjitën shkallët e karrierës tyre me zotësi dhe me merit, deri në komandën e flotës, ku komandant Tasimi ishte dhe komandant i flotës, dhe komandant Sotiri ishte në shtabin e flotës për drejtimin në organit luftarak numër 1, që ishte organi që drejton dhe anije. Përveç kësaj, i njoft të dy komandantët dhe si familjar të shkëlqyer në edukimin e familjeve të tyre dhe në të gjithë shoqërinë familjar. Kanë edukuar dhe niprit dhe mbesat dhe sot e kësaj dite janë nga gjyshrit më shëmbullor. Unë e ndjej veten sot në këtë aktivitet që krijoi shoqata si të privilegjuar që marr pjesë në festimin e ditëlindjeve të dy komandantëve dhe i uroj nga zemra ta gëzojnë ditëlindjen
të kenë jetë të gjatë dhe shëndet të plot, së bashku me të gjithë të dashurit e zemrës tyre. Dhe njerë gëzuar e të uroj. Ceremonia u shoqërua me kujtime dhe rrëfime nga miq e kolegë, të cilët ndanë histori nga vitet e punës së përbashkët në det. Emocionet ishin të dukshme, sidomos në momentin kur Sotir Nako dhe Tasim Meçe u nderuan me një certifikat mirënjohje nga Shoqata Detarisë Shqiptare për kontributin dhe për kushtimin e tyre ndër vite. Për kontributin që kanë dhënë në forcat detare, komandant Tasim Meçe edhe Sotir Nako, komanda e forcës detare dhe Shoqata Detaria Shqiptare kanë përgatitur një dhuratë simbolike. Ftojmë kryetarin e shoqatës, Zoti Buja Shtylla, pasaj kundër admirali të veta. Unë jam kryetari i shoqatës, po për dreqa noj që ka në ujësat. Dhe simbolika e pregatitur nga ana jonë si shoqat për Sotir Nakon është kur ka qenë ai që ka shërbyer ndecë. Këtu foto është një djalë i ri, atje goxha djalë e mirë ende për këtë, edhe ka shërbyer në ndecë nga viti 61 deri në 68. Ta gëzosh. Kjo është. Komandant Tasimit i kemi pregatitur një kujtim për karierën e tij që ka qenë në brigadën e Ndecëve. Komplimente për dhuratën. Tash ne ishim pregatitur t'ja jepnim këtu, po do ta kryejmë mundësi prapë. Do t'i japim. Në emër të komandës forcë detare, kam ndenjë dhe kënaqësi që t'ja profesor Sotirit një certifikat mirënjohje me motivin falënderim dhe mirënjohje për kontributin e dhënë ndër vite në forcën detare. Realisht është kënaqësi, profesor. Faleminderit. Ta gëzoni edhe shëndetet mira të keni, domethënë. Ta gëzosh. Po kështu edhe për komandant Tasimin kemi përgatit një certifikat mirënjohje, kështu që ngelet shoqatës detaria, domethënë për të kryetar për t'ia prezantuar komandant Tasimit. Po. Kështu që shëndetet mira dhe mirënjohje për kontributin tuaj në forcën detare. Na vjen mirë që ta. I prekur nga ky vlerësim, Zoti Sotir Nako falenderoi organizatorët dhe të gjithë të pranishmit për respektin dhe dashamirësinë. Me zërin e qetë dhe plot emocion, ai kujtoi vitet e rinisë së kaluar në marinë, sfidat e profesionit dhe lidhjen e fortë që deti krijon mes njerëzve që i shërbejnë atij. Deti të mëson durimin, forcën dhe dashurinë për jetën. Jam i lumtur që sot jam mes miqve dhe kolegëve të mi, u shpreh ai gjatë ceremonisë. Tu folën shumë fjalë të mira, i faleminderit shumë, sikur na rritën një çik lart stegën, po kemi munduar të punonim. Faleminderit shumë. Tani faleminderit njerë që keni ardhur për datëlitjen tonë, të jeni të gjithë të gëzuar me shëndet edhe për të mira paqe në familjet tuaja. I faleminderit komandantit flotës për prezencën e tij. Faleminderit komandantit Bejës e gjithë shokëve të tjerë. Gëzuar dhe u arshi për të mira. Gëzuar e shëndetet të mira, shëndetet të mira. Rofsh. Shëndetet mira të ke.
Sot, në dekadën e 9 të jetës së tyre, emrat e Sotir Nakos dhe Tasi Meqes vazhdojnë të përmenden me respekt nga komuniteti detaris. Shoqata e detarisë shqiptare i nderon ata si pjesë e brezit të artë të marinarëve shqiptar, njerëz që punuar me përkushtim dhe sakrifisë në një nga periudhat më të rëndësishme të historisë së marinës shqiptare. Kemi një të ftuar special ku kryetari i shoqatës së mëdhej, avokata Gzor, shëndet e tjera të kesh, kështu për herë do me thonë aktiv si që ke qenë, Gzor, dhe fundit kemi 3-4, edhe nga të 4 zonja do me thonë nga kanë deruar të me pjesë marrje, pa komandant, pa ato do me thonë zdo ishim, ne që jemi, kështu që ta këzoni një në 4-ta, po edhe ato të tjera të nuk jam prezent, edhe mira Zakzoni. Aktiviteti u mbyll me surimeve, duartrokitjeve dhe emocioneve të shumta, duke lënë pas një kujtim të veçantë për të gjithë pjesëmarrësit. Në vazhdim e një forme të tillë të vlerësimit të njerëzve që punuan me përkushtim dhe devotshmëri, do të vijojnë aktivitete të tilla edhe në të ardhmen nga shoqata e detarisë shqiptare. Gëzua!